Të ndërrozë nëse i kthehemi fjalët e Allahut te barekuhu teala dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të habitemi se çfarë trajtimi ka bërë Allahu xhallahu ala çështës së prindërve. Nuk ka udhëzim mbi fytyrën e tokës që në këtë mënyrë e trajton çështjen e prindërve, edukatën dhe sjelljen karshi prindërve, pavarësisht a janë të gjallë apo të vdekur. Edukata e besimtarit karshi prindërve nuk është e ndëlidhur me periudhën e jetës së tyre, sa ata janë gjallë. Mirë po është e ndëlidhur me periudhën e jetës së tij, sa është ai gjallë. Për ai sa është gjallë fëmiu, pavarësisht çfarë moshe ka, ai ka udhëzime të vazhdueshme se si me i respektu dhe çfarë edukate duhet të ketë në raport me prindrit e tij. Andaj Islami na ka mësuar që ti respektojmë dhe që jemi të edukuar e të sjellshëm karshi prindërve, të gjallë apo të vdekur. Nëse veç disa udhëzime kisha më marrë nga fjala e Allahut te barekuhu teala dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të bindemi se për çfarë vlere po flasim. Do të bindemi për çfarë pozite i ka Islami respekt dhe edukatës ndaj prindërve. Allahu te barekuhu teala thotë në Kur'an: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." Adhuroni vetëm Allahun dhe mos i bëni shok atij e ndaj prindërve silluni mirë. Shikoni, së pari Allahu kërkon adhurimin, kërkon Allahu xhallahu ala besimin e te, me njëherë pas adhurimit dhe besimit në Allahu xhallahu ala vije respektin e prindërve. Më thonë, është nga çështjet madhore, është nga temat e epicendrës, është nga temat kryesore që besimtari duhet të mirret me to. Kur Allahu e radhit, domethënë respektin e prindërve, edukimin apo edukatën që duhet ta kemi në raport me ta, me njëherë mas adhurimit, kjo është një shenjë e qartë se çfarë pozite ka edukata ndaj prindërve në Islam.